Faleminderit të dashur miq. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Të ftoj të vazhdojmë lojën. E pra, të dashur miq, ja ku ristartojmë sërish show quizin më të famshëm në botë, kush do të bëhet? Si keni kaluar këtë javë? Mirë, optimist, të qeshur, fytyra më të bukur shikoj sot, dhe kjo besoj të kthehet në një shpresë të mirë për lojtarin ton Elton Demollari, i cili e ndërpreu lojën në pyetjen e tretë dhe nuk mundi ta vazhdonte për shkak të efektit kohor, pra mbaroi koha fizike e showut. Shoqërues përsëri sot ke marrë me sa shikoj baban. Më falni se radhën e kaluar nuk e pyeta çfarë profesioni keni zotëri? Po. Unë kam qenë inxhinier. Inxhinier. Elektromekanik. Inxhinier. Shumë bukur. Në përgjithësinë e shqiptarët kështu e kemi si shprehje, por ka edhe fëmijë që prindit investojnë gjithçka në jetën e tyre që fëmia të bëhet i mirë, po ke parë ndonjëherë që edhe nuk ecën. Për shembull, bie fjala është e vjetër dhe e lashtë e stërthën, por mua më ka shijuar gjithmonë ta përmend. Një prind investoi gjithçka për fëmijën e tij që të paguante për shkollën, të mbaronte shkollën e lartë e të tjera. Dhe një ditë djali vinte nga studimet, erdhi në shtëpi atje në fshat. Dhe gjithkohën e shikonte ditën e parë djali mbi një fletore, se ç'shumëzonte, se çfarë zbriste, se çfarë mblidhte, 3-4 ditë. I tha, o bir, i tha, ke ardhur të pushosh këtu në fshat, tha se po të shikoj prapë libra. Mos lexo shumë, çfarë po mbledh? Jo baba, po shikoj, tha, si ka mundësi po bëj me matematik. Trau i drurit atje lart, tha, si ka mundësi që lopa ka hypur atje dhe ka bërë bajgën. E pa babaj, biri, tha, të dërgova për të bërë mjeshtër, tha, po që ke bërë trap, tha. Po kur trau ishte poshtë në tokë, tha, kaloi lopa i bëri bajgën. Nese hoqëm, tha, dhe vëmë atje lart. Fare thjesht. Ua! Atëre, vazhdojmë lojën Elton Toni. Pyetja e tretë është: nëse dikush kërkon të mësoj për njerëz të humbur, cilin televizion duhet të ndjek? Të shikoj. A. TV Klan, ABC News, ABC më pëlqen mua, TVSH apo MTV? Patjetër TV Klani. E sakt. Vazhdojmë me pyetjen e katërt. Me çfarë pasaporte duhet pajisesh nëse dëshiron të udhëtosh në zonën Schengen? Milimetrike, biologjike, biometrike, sociopatike. Atëre? Përgjigja ime përfundimtare është C, biometrike, dhe shqyqyr zoti që u liberalizohen vizat për shqiptarët. Edhe shumë shpejt edhe për Kosovën, Sakt. Jeni në 150 euro. Vazhdojmë me pyetjen e 5. Sporti që më së shumti i ka sjell medalje Shqipërisë nga garat ndërkombëtare është peshngritja, volejbolli, noti, shahu. Patjetër sporti që ka sjell më shumë medalje dhe që krenohet Shqipëria faktikisht janë peshngrica tan me Brezi Erkan Qerime me shok. Dhe them, përgjigja ime përfundimtare është peshngritja A. Përgjigja jote përfundimtare peshngritja A. Domethënë ti ke mendim të keq për notin me fjalë? Patjetër, jo se ka mendim negativ, por nuk është ai noti. Në Olimpiadën e fundit në Pekin, notari ynë që mori pjesë në maraton mbriti 2 orë më vonë nga gjithë të tjerët. Edhe kur mbriti, doli si fitimtar, tha ku janë të tjerët, tha shikonte nga mbrapa. Pa menduar që ishte i fundit. Je i sakt.
Elton, edhe pse pate një luhatje në pyetjen e dytë në të cilën kërkove ndihmë, por në këto momente do të kuptosh se ti, në këto momente, duke ju dhënë unë çekun për 250 euro, ju keni nisur rrugën për të bërë me gjithë entuziazëm, patjetër karikohu, më i qetë, mos u nxito, që të japësh përgjigje të sakta dhe të ecësh më lart deri tek premio. Pra tjetër, pse ky është qëllimi. Pyetja 6. EKG ose EKG është shkurtesë për paraqitjen grafike të punës së veshkave, mushkërive, zemrës apo trurit. Elektrokardiogram është shkurtimi EKG dhe patjetër që unë jam i mendimit, përgjigjja përfundimtare është C, i zemrës. Pra përgjigjja juaj përfundimtare është C, i zemrës. Si thoni, e gjeti? Sakt. 350 euro. Shkojmë tej, pyetja e 7. Atëre pyetja e 7. Kush mund të jetë sedimentar dhe metamorfik? Ret, pyet, shkëmbinj apo lumej? Përgjigjja ime përfundimtare C, shkëmbinjtë. Po pse vrapon kur përgjigjesh, apo është pjesë e sigurisë kjo? Jo, nuk puna tek Nëse, siguria. më thënë, më pëlqeve që ishe i sakt, por edhe mos vrapo kur përgjigjesh. I sakt. Vazhdojmë me pyetjen e 8. Nëse një film i ynë cilësohet si më i miri në festivalin e Venecias, çfarë trofeu fiton? Palmën e Artë, Ariun e Artë, Leopardin e Artë, apo Luanin e Artë? Se të thoshja Gomarin e Artë, s'është kapur akoma kjo që të mendohet. Gjithsesi, pse mos ta nxjerrim edhe një çmim të tillin. Atëre, mos u nxito. Tani di që Ariu i Artë jepet në festivalin e Berlinit të filmit. Luan të Artë besoj të ketë, s'kam dëgjuar, dhe Leopard të Artë. Ndoshta në bazë të asoj njohurive të mia personale që kam rreth botës së filmit. E njeh me fjalë botën e filmit përgjithësi. Në përgjithësi, këto themi filmat i ndjek, jam i pasionuar mbas tyre, por themi mbas festivaleve dhe jo dhe aq shumë. Gjej që festivali Venecias është një festival me famë botërore, shumë. Po, një ndër festivalet e famshme, po? Di që këtë sezon kryetari juris do të jetë Roberto De Niro për në festivalin e Se di, s'm ka thënë një Roberti fare, si s'm ka thënë. S'm ka marrë në telefon. Atëherë mendoj. Nëse është një fakt që ma the dhe kur mbaroj misionin do të marr. Vetëm mundohu mos nxitosh dhe në momentin që shikon se ke dilema, mund të përdorësh dhe ndihmat. Ke ndihmat, ke 50 me 50, ke telefonoj një mikut. Besoj jam i sigurt në atë që di, domethënë, ai sa di. Informacionet e mia personale. Përgjigjja përfundimtare është A, Palma e Artë. Palmën e Artë. Përgjigjja juaj përfundimtare ishte Palma e Artë. Suleman Demollarin ke të bësh? Po, njifesh? Çfarë ke? Jemi nifis. Futbollisti i madh i kombëtarës, i Dinamos, mesfushor i shkëlqyer, goshnues i shkëlqyer. Gabonte shumë pak apo jo? Demollar për demollar, por ti gabove se këtu, domethënë, ke dhënë përgjigje të gabuar. Palma e Artë jepet në kam. Në Venecia jepet Luani i Artë. Pra, mbeteni në kuotën e 250 euro dhe në këto momente ju jepni fund kësaj gare, kësaj loje. Megjithatë, unë ju falenderoj që ishit pjesë e shoku i Citon dhe ta përshmesin dhe ta përcjellin Eltonin. Faleminderit. Faleminderit juve. Vazhdojmë me 8 kandidatët e rinj që do t'jenë pjesë e garës për të fituar premion e madhe prej 50.000 euro.
Le t'i prezantojmë kandidatët. Fatmir Hoti, Junik. Fatbarda Zenullau, Shkup. Isat Govori, Prishtin. Adjan Sejdiu, Kumanov. Burim Skënderi, Prizren. Gjemile Abazi, Shkup. Agron Maloku, Prishtin. Gjergji Robo, Korç. Ju uroj mirëseardhjen të dashur miq. Më vjen mirë që e ndihni dhe bëheni pjesë e show quizit më të famshëm në botë. Kush do të bëhet? Bravo! Veç se duhet kuptojmë që nga 8 kandidatët vetëm njëri do të jetë pjesë e lojës në vazhdim. Dhe për këtë kemi gati lojën për gishtin më të shpejt. Ju do t'i përgjigjeni pyetjes saktë dhe natyrisht më i shpejti do të ketë fatin për të qenë përballë për të vazhduar lojën. Në radhës Gjergji Robo vjen nga Korça, ka përfunduar për histori dhe ekonomi, 2 fakultete, e? Bravo. Punon si menaxher ku? Në një hotel në qytetin e Korçës. Po, bukur shumë. Ndërsa pjesëmarrjen në milionere ka si dëshirë të madhe. Duke patur dëshirë, besoj se... Po, dëshirë thjesht për eksperiencë, domethënë, pastaj çmimi nuk ka rëndësi, sepse unë kam parë këtë emision edhe kam dëshirë të marr pjesë. Shumë i pëlqen. Përgjithësi kjo tregon që në një farë mënyrë ka qenë gjatë gjithë kohës interesuar të lexosh, të kërkosh, të dish. Pastaj kuicet veç të tjerave janë një ushtrim shumë i mirë për trurin, apo jo? Sigurisht. Dhe si menaxher që je, ju keni ardhur shoqëruar? Unë kam ardhur shoqëruar nga e fejuara ime e ardhshme. E fejuara jote e ardhshme. Pse tani jeni në prova? Jo, faktikisht po bëjmë përgatitje për fejes. Gjithsesi ju përshëndes. Ju jeni? Paviola. Quhem Paviola. Fabiola. Paviola. Ola, po. Si e ke besimin, Gjeri do shkoj larg sot? Po shpresojmë. Domethënë, me aq sa e njeh si e parafejuar, se po të ishe e fejuar, do flisje më ndryshe. Ha? Shpreson? Ndoshta po. Edhe unë ju uroj që ju të largoni këtë me rezultat sa më pozitiv. Atëre, Gjergji besoj se i njeh rregullat e lojës, po gjithsesi unë jam detyruar që t'u them ato. Janë 15 pyetje, të ndara në 3 nivele, niveli i parë garantuar 250 euro, niveli i dytë 1750 euro dhe premiu e madhe me 50.000 euro. Njëkohësisht keni 3 faktorë ndihmës. Telefonoj një miku, ndihma e publikut, ky publik magjik që të shoqëron dhe mbështet në çdo moment dhe 50 me 50. Edhe natyrisht me premiun për 50.000 euro është ti nis rrugën për të bërë pra është ajo kënga e famshme, zjarre, flak, brigate parë, ishte kohë e luftës e partizanëve. Atëre, Gjergji, jemi gati për të filluar garën? Po. Atëre, pyetja e parë. Nëse një objekt i vëm kazmën do të thotë se prishim, ndreqim, hapim, mbyllim. Përgjigjja ime përfundimtare është A, prishim. A, sakt. €25. Vazhdojmë. Pyetja e dytë. Çfarë mësimi zhvillohet në klasë nëse flitet për bemol, diezis dhe solfezh? Fizik, muzik, histori apo gjeografi? Unë e di përgjigjen e saktë, ajo është B-ja. Përfundimisht, përgjigja përfundimtare është B, muzikë. E saktë. Dhe nuk do ta falja këtë se edhe nga Korça. Pra në këto momente ju jeni me 50 euro. Vazhdojmë pyetjen e tretë. Pyetja e tretë. Në kërkim të kujt është gjithmonë një reporter? Lajmit, arit, lavdis, dashurisë. Përgjigja ime përfundimtare është A, lajmit. Sakt. Ju në këto momente shkuat në 100 euro. Pyetja e katërt. Thirrja nën armë, nën kupton mobilizim ushtarak, ftesë për gjah, kërcënim, pengmarrje. Përgjigja ime përfundimtare është A, mobilizim ushtarak. E ke bërë ushtrin? Jo. Sakt.
sakt përgjigja jote, sakt edhe s'ke bërë ushtrin. Bukur shumë, 150 euro kalojmë në pyetjen e 5. Romani Komisari Memo i Dritoa Gollit është ekranizuar me titullin pranë film I teti në bronz, shtigje lufte, malet me blerim mbuluar, prita. Gjergji, këtu në Shqipëri ke jetuar gjatë kësaj kohe apo jashtë shtetit? Në Shqipëri. Po këto filma janë dhënë stërdhën aq. Janë dhënë stërdhën, po mua po më ngatrohet për dialogit momentin. e filmave përmendesh. Urdhro? Unë kujtoj vetëm I teti në bronz nga këto që kam kështu, që e kujtoj për Atëre momentin. përgjigja jote përfundimtare është Përgjigja ime përfundimtare është A, I teti në bronz. përgjigja juaj përfundimtare I teti në bronz. Mërë Gjergji, çfarë të them mundëm, po gjithsesi unë edhe gjithë të tjerët mendojmë që të bëjmë pak pushim, kalojmë për pak minuta publicitet. Pra dashurmiqja, kur I kthehemi sërish në show quizin më të famshëm bot, kush do të bëhet milioner, dhe jemi këtu me kandidatin e radhës, Gjergji Robo, I cili në këto momente sapo ka dhënë përgjigjen për pyetjen e 5. Romani Komisari Memo I Dritoa Gollit është ekranizuar me titullin I teti në bronz, shtigje lufte, male blerim mbuluar apo prita. Dha si përgjigje përfundimtare I teti në bronz. Kjo ishte përgjigja juaj. Mendon se je 100% I bindur se je I saktë në përgjigje? Dhe çfarë kujton nga ky film? Për shembull, më thuaj ndonjë emër aktori. Në emër aktorin Kush ishte komisari Memo? Tashi nuk më vjen ndërmend, po mbaj mend që kishin Për shembull, kush ishte Sali Protopapa? E ke nga Korça. Nuk e mbaj mend për momentin. Por doçi! Është I madhi Pi Romani, morë zotëri. Pi Romani. Mevlan Shanaj, Komisari Memo, Luan Ylka Mujo, Luan Bergjet Nelku, një emër që edhe pse nuk rron, është me të vërtet një emër I madh I teatrit dhe kinemas shqiptare. Është ekranizuar, pra është dhënë, është regjistruar më saktë në mjeshtri, filmi realizuar nga Viktor Gjika. Pra, në vitin 1970, gjithsesi dham këtë informacion më tepër për auditorin, më tepër për telespektatorin, ishte përgjigje e saktë. Ju në këto momente kaluat në 250 euro, ju pra bëheni fitues I çekut të parë 250 euro. Faleminderit. Ola, si po të duket I parafejuari? Shumë mirë. Mirë. Gjergji, nuk e di kush është problemi që të krijon një lloj fobie, për shembull, nga kush ke frikë? Nga qenë, nga minjt, nga çfarë? Jo, qenë dhe minjt jo. Janë disa kafshë të tjera, kryesisht insektet. A insektet? Çfarë ke nga insektet? Kush? Po, ata që vështirë të gjenden në Shqipëri, domethënë, nuk e di. Për shembull, nuk e di, akrepi. Në akrepi kam shumë frikë. Akrep kanë në Shqipëri sa të bësh festival po deshe, po. Akrepat, po ata të mëdhenj fare se. Po, se lexova në informacionin që ju keni dhënë, ju kanë piskuar një herë 7 grenza. Po, është e vërtet. Ku të kafshuan në Flori? Faktikisht ka qenë verë. Ka qenë verë. Ti do të piskojnë në dimër grenzat? Po në dimër jemi të veshur, nuk kanë të piskojnë, po. Ka qenë verë dhe unë po hecja diku ku një koshere grezas. Kalove ti para rrugës të grenzave të panë ato që do ky nga lagja jonë, bam. Po, në rregull, Gjergji, nëse do jeni fituesi 50.000 euro, çfarë do bëni me këtë shumë? Përveç asaj që 55.000 do ja jepni Olës. Gjëja e parë që do bëj është të bëj një udhëtim, por pasi të kem nxjerr pasaportën biometrike. Mirë shumë. Uroj që të shkosh sa më gjatë dhe pse mos të mbrish edhe në premion e madhe. Atëherë vazhdojmë me pyetjen në cilën ju automatikisht kalonin 350 euro, pyetja e 6. Përfundimi që del nga krahasimi I të ardhurave me shpenzimet, kur mbyllim një llogari quhet transakcion, bilanc, saldo, debi. Ju jeni menaxher apo jo? Po, por jo financier. Kur krahasohet të ardhurat me shpenzimet,
në këtë rast del fitimi, që ka një firmë, domethënë krahasojnë të ardhurat dhe heqim shpenzime del fitimi. Kjo quhet bilanc në përgjithësi, edhe në këto muaj bëhet bilanci, mbyllja e bilanceve në firmat nga janari deri në mars. Atëherë përgjigjja juaj përfundimtare është Përgjigjja ime përfundimtare është bilanc, B. sakt. Mundohu të mos nxitohesh. Njëkohësisht ke ndihmat që mund t'i përdorësh, sepse realisht edhe niveli i pyetjeve sa vjen dhe vështirësohet. Vazhdojmë me pyetjen e 7. Cila nga këto skuadra sportive quhet Globetrotters? A. All Blacks, Dream Team i NBA, basketbollistët e Harlem, apo All Star Game? Ke njohuri mbi basketbollin? Mbi shumë pak, nuk kam shumë njohuri për basketbollin. Prandaj doja të shfrytëzoja një ndihmë. Po, çfarë ndihme do ti? Doja të shfrytëzoja ndihmën 50 me 50. Po ku i ke dilemat që të vesh 50 me 50? Ku mendoni se jeni më afër? Nuk e di, ndoshta unë nuk kam dilema, por duke qenë se përdoret fjala Globe, mendoj se ka të bëj me All Star Games ose Dream Team i NBA-t. Domethënë këtu unë në këto dy jam në dilemë. Por do të dëshiroja 50 me 50, jo 50 me 50. Atëherë regjia, ju lutem, dy versione të cilat janë më pak dobishme. Asnjëra nga ato që ju zgjodhët e nise me globin dhe e bëre globin lëmsh. Pra jemi tek All Blacks dhe basketbollistët e Harlem. Nuk e ke dëgjuar ndonjëherë këtë emër? Jo, faktikisht jo. Gjithsesi, unë një përgjigje doje. Mos u nxito. Duhet kuptosh, nëse ti e ndjen se nuk po ecën mirë dhe shikon që më tepër është ngjyra zi se sa ngjyra e jeshile, në cilën mund të shikosh. Mirë, po pyesim mirë publikun në këto dy alternativa që kanë Ndihmën e publikut. Po. Jeni gati për ndihmën ju? Bëjmë gati pultet telekomandën, publiku. Jemi gati. Atëre, pas variantit 50 me 50 ka ngelur dy alternativa, cila nga këto skuadra sportive quhet Globetrotters, All Blacks, basketbollistët e Harlem. Dua përgjigje të saktë. Jemi gati, votimi fillon tani. Të shikojmë që përgjigje ka dhënë publiku. 30% All Blacks dhe basketbollistët e Harlem 70%. Atëre po zgjedhim alternativën që ka zgjedhur dhe vetë publiku. Përgjigja ime përfundimtare është C, basketbollistët e Harlem. Basketbollistët e Harlem. I thuaj publikut faleminderit. Shumë faleminderit. Sakt. Vazhdojmë me pyetjen e 8. Ju në këto momente jeni me 500 euro në xhep. Mundohu mos nxitohesh, ke përdorur dy nga ndihmat, ke edhe një ndihmë tjetër të madhe. Vazhdojmë pyetjen tjetër. Pyetja e 8, cili kaloni 650 euro. Pyetja është: cila vegël përdoret për të matur në milimetra sasinë e ujit të shiut që bie në një vend të caktuar brenda një kohe të caktuar? Kronometri, pluviometri, barometri, spektroskopi. Barometri, me sa kam njohurit unë, përdoret për të matur trysnin. Kronometri përdoret kryesisht në atletik për të matur kohën. Dhe unë jam pothuajse 100% i sigurt tek alternativa B, pluviometri. Pluviometri. Pra, kështu që përgjigja juaj përfundimtare. Përgjigja ime përfundimtare është B, pluviometri. B, pluviometri. Sakt.
Sakt. Ju kaluat në 650 euro. Vazhdoj me pyetjen e 9. Zbutja e gjendjes së acaruar në marrëdhënie diplomatike ndërkombëtare ose në mes dy shteteve njihet si detant, detencion, demision, garanci. Vetëm fjala garanci, vetëm alternativa garanci për mua është një fjalë e njohur. Tre të tjerat, nuk e di, unë si kam dëgjuar ndonjëherë. Për mua i shoh për herë të parë. Por në lajmet Nuk është dhe mundësia ndonjëherë të marrësh pjesë në zbutjen e marrëdhënieve midis dy shteteve. Sigurisht. Se ke të bësh. Kjo nuk është një fushë, Po, domethënë. ke dëgjuar, ke lexuar. Kam lexuar, kam dëgjuar dhe sigurisht në ka sot në botë marrëdhënie diplomatike të acaruara. Gjithsesi, përdesë Dhe informacionin e sigurisht ke të cunguar. E kam dëgjuar si fjalë, domethënë që filan shtet domethënë ka dalë garant për një shtet tjetër, domethënë, po Po përsëri flasim për një veçori tjetër, për zbutjen e marrëdhënieve, acarimeve. Po gjithsesi, nëse nuk e di ti, mund ta dinë miqtë e tu. Ke edhe ndihmën tjetër. Është thjesht Telefonoj se- një mikut, kështu që mund të përdorësh miq. faktikisht nuk mendoj se Mund të dinë ata. mund ta dinë ata këtë pyetje. Pse janë të katërt ushtar, Jo, absolutisht. Nuk janë të fushës. a nuk janë të fushës. Në qoftë se ti nuk ke dëshirë të përdorësh edhe variantin e miqve, ka dy element. Mendoj që mund të tërhiqesh ose pjesa tjetër të riskosh. Unë them që ta Nuk do ta ndëpres. përdorësh ndihmën e Nuk do ta mikut. ndë- Nuk do ta përdor ndihmën Zdo ta e mikut përdorësh. dhe mendoj se do të riqem. Domethënë do Përdore vllan, merre një herë vllan. Përdore ndihmën edhe po e shikon se nuk është i saktë as vllai, mund të vazhdosh të tërhiqesh përsëri. Po përdore. Atëre Gjergji, ta thrasim. po mirë. Ha? Po e marrim një vllaj. Atëre regjia, lutem na bëni lidhje me vllan e Gjergjit që quhet Ardian Robo. Ardian Robo. Ardian jesh i martuar apo beqar? Jo, është i fejuar. I fejuar ai. Po. Ai ka vënë vulën. E ka vënë punë. Mirë shumë. Mirë shumë. Alo, Alo, përshëndetje Ardian. shëndetje. Agronllaka jam, ju flas nga shoku ku isi më i famshëm në botë kush do bëhet milioner. Përballë kam vllain tuaj Gjergji, i cili në një moment të zhvillimit të lojës ka nevojë për ndihmën tuaj. Ju çfarë profesioni keni Ardian? Urdhëro? Çfarë profesioni keni? Unë kam mbaruar, jam diplomuar për mësuesi, Po? për anglisht, domethënë mësuesi anglisht tu në Korçë. Jepni mësim apo Jo, aktualisht jo. mirë bën, çe do. Ka po duhet. Atëre, të kuptojemi, jemi në momentin që vllai juaj ka nevojë për ndihmën tuaj dhe ju Po, kaloj me po. një herë Gjergjin. Ardi, Ha Gjergji. pyetja është kjo, zbutja e gjendjes së acaruar në marrëdhënie diplomatike ndërkombëtare ose në mes dy shteteve njihet si detant, detencion, demision apo garanci? Futja e shteteve? Zbutja e marrëdhënieve të acaruara ndërmjet shteteve. Marrëdhënieve të acaruara midis shteteve, si quhet. Edhe 9 sekonda shpejt. Detencion, demision, garanci, detant. Detension, garanci. Shpejt. Megjithatë, kthehemi në versionin tuaj. Ju? Unë nuk kam asnjë alternativë që domethënë të ketë një përqindje të madhe të saktë. Kështu unë agron po të riqem nga gara me këtë shumë sepse nuk mund të rrezikoj domethënë duke Normal, ditur të përgjigje. tërhiqesh nuk është turp. Edhe alternativën Duhet kuptojemi. e mikut e shfrytëzova, mirë po Pra, përgjigjja juaj përfundimtare në këtë rast është që të tërhiqem nga gara. tërhiqeni. Gjithë Keni fituar 650 euro. Jeni tërhequr. Në rast se, do themi, do kishit vazhduar, lojën do ishit përgjigjur pyetjes, çfarë varianti do kishit zgjedhur? për mua do ishte alternativa D, garanci. D garanci? Duke Bëre qenë se- mirë që u troqe Gjergji se ishte përgjigje stër gabuar.
Përgjigjja e saktë është detant. Gjithsesi, faleminderit që ishte pjesë e kuizit ton. Unë të uroj gjithë të mirat, një fejestë të shpejt, edhe pse në martes, dhe pasale të përvoj shansin ola njërë tjetër. E përcjellim Gjergjin duke ju uruar gjithë të mirat. Faleminderit dashuri. Kalofshimir, të fala Korçës. Me lejoni, besoj dhe në emër të publikut, ta falenderojmë Gjergj Robën për emocionit që solli në show quizin ton dhe të vazhdojmë përsëri me 7 kandidatë të tjerë për të vazhduar lojën për të zgjedhur kandidatin tjetër, pra kthehemi sërish në lojën e gishtit më të shpejt. Besoj se e keni atë qetësi të durë dhe domosdoshme për... Jemi gati? Atëre, ju lutem pyetjen. E renditi këta lider sovjetik duke filluar nga i pari në detyrë. Stalini, Lenini, Gorbaçovi, Hrushovi. Ja të shikojmë edhe renditjen për këtë shkak. Renditja. Lenini, Stalini, Hrushovi, Gorbaçovi. Më i shpejti kush është? Fatmir Hoti. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Fatmir. Bëhet qefi. Ju lutem, Florim, më ndihmoni. Kujdes. Ashtu. Jeni rap. Jeni? Andaj kyve. Natyrisht të vazhdojmë lojën, përballë me ndodhet Fatmir Hoti, nga Juniku, i martuar dhe ka 4 fëmijë, ka përfunduar shkencat politike, aktualisht punon në kuvendin komunal të Junikut. Duke të falenderuar për iniciativën që jeni pjesë e këtij kuici, ndoshta nuk është pjesë e etikës, por gjithsesi unë vlerësoj guximin dhe kurajon për shkak të handikapit që pash tek ju. Kush është shkaku i këtij handikapi? Mund, nëse nuk e ke bezdi. Unë kam qenë ushtar i ushtrisë qytetarë të Kosovës që nga fillimi. Unë jam plaguar në Koshare me 11 prill, ditën 3 të luftës në Koshare me diploma në kokë. Ju për këtë shkak e keni handikapin? Hemi parë. Ftoj gjithë publikun të çohet në këmbë. Në nderim dhe respekt të kontributit tuaj dhe qindra të tjerëve që janë të rënë për një ëndër të stërmadhe dhe historike të gjithë shqiptarëve, për lirinë e Kosovës. Faleminderit. Pra, pamarësisht se çfarë rezultati do ketë kuici, që signifikon 1 milioner dijesh, por milioner që ta që fiton një premër prej 50.000 eurosh, ju përballë meje jeni një miliarder ëndrash. Sepse realizimi një ëndre kaq të madhe nuk mund të vlerësohet as me miliona, as me miliarda, sepse njerëzit kanë dhënë dhe jetën. Edhe kjo është ndoshta edhe ajo pjesa që ne të tjerët, të cilët në një farë mënyre e kemi arritur këtë fryt për shkak të kontributit tuaj, të përulemi vazhdimisht përballë kësaj fisnikërie, patriotizmi, adetarie të shquar tuajen. Gjithsesi,
Duke falenderuar, le të kthehemi në pjesën tjetër, në pjesën e lojës. Unë uroj mbarësi për ju, për familjen tuaj, për gjithë të dashurit, paqim fat, jetë dhe lumturi. Faleminderit shumë. Në një farë mënyrë biografinë tuaj e mësuam, ju sot në këtë lojë jeni shoqëruar nga Kunati, gjithsesi miku im Xhavit Gaxherri. Kunati, po. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Andi jeni mirë? Mirë, shumë faleminderit. Ma vjen në jashtëzakonisht mirë dhe më duket se është për zgjedhje që ju jeni shoqëruesi në këtë rast, mbështetësi. Pra, jemi gati të fillojmë Fatmir, besoj se njiheni me rregullat e lojës së kuicit ton, por gjithsesi unë jam i detyruar që t'ju informoj sërish. Janë 15 pyetje të ndara në 3 nivele, niveli i parë garantuar 250 euro, niveli i dytë 1750 euro dhe premio e madhe 50.000 euro. Keni 3 ndihma. Telefonoj një miku, ndihma e publikut, 50 me 50. Me njëherë pas saj, ju nisni rrugën për të bërë... Adhe, pyetja e parë. Kush e zbukuron njeriun sipas një thënjeje? Dukja, sjellja, paraja, parukjeri. Edhe mundin me qenë edhe parukjera edhe paraja, po në këtë rast përgjigja përfundimtare është sjellja apo vërtyti, si zbukron njërin. Ke shumë të drejtë, je tepër i saktë sepse vërtet paraja dhe parukjerit zbukurojnë, po sjellja është një zbukurim. Sakt. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Masha, motovilja, qestja apo filloria? Në zhargonin shqiptar, të lingvistikës shqiptare, është e njohur në këtë rast fjala masha është për të përdorur djarra apo të ngjellë apo. Sakt. Jemi në 50 euro i dashur Fatmir. Vazhdojmë me pyetjen 3. Si quhet reforma që ka të bëjë me pronësinë e tokës bujqësore? A. Territoriale, B. Tokësore, C. Agrare, D. Rurale. Në këtë rast pyetjen tonë kemë të bëjë se shumë herë në vendin tonë apo edhe në Shqipëri edhe në Kosovë janë bërë reforma agrare për përmirësimin e pronësimit të tokës apo përgjigja juaj përfundimtare? Përfundimtare është ndër C. Agrare. Je i sigurt për këtë? Patjetër. Pa. Edhe unë të them që ishe i sakt dhe gjithë së bashku i të shkojmë në publicitet. Rikthehemi sërish në show kuicin Kush do të bëhet milioner. Përballë me është kandidati Fatmir Hoti. Ju në këto momente jeni në nivelin e 100 eurove, sa jeni përgjigjur pyetjes 3. Vazhdojmë me pyetjen e 4. Një kafsh është shyt nga që nuk ka brir, gëzof, shal, qumësht. Pa unë bërkohem me tepër, në këtë pyetje mendoj se është përgjigja A, brirë. Mungesë e brirë, nuk ka brirë, është shyt. Pra përgjigja juaj e fundit është fundit e A. Sakt. 150 euro. Vim të pyetja e 5. Ajo është. Në kohën e sundimit Osman, Gjakova ishte në hije në Sanxhakun e Gjakovës, Pejës, Rahovecit, Deçanit. Kush është qyteti i madh këtu? Po këto Sanxhak Më i madh si qytet, kush kjo është? kanë qenë Kush është qyteti më i madh këtu nga këto? përmes Salmaneh kanë quajtur atëherë ato kronika që bën në kohën e perandorisë osmane atëherë këto në për rubrikën kronika të thonë që Gjakova ka qenë pjesë e Sanxhakut të Pejës. Atëre, përgjigja juaj përfundimtare përfundimtare është B, është Pejës. B, Peja. E sakt.
Dhe e kam për kënaqësi që jap setin e parë i dashur Fatmir me 250 euro. Faleminderit shumë. Ta gëzofshi. Faleminderit. Shoqërusi, Po, kush është mendimi juaj si bëhet në loja? jemi privilegjuar që jam në asistencë Fatmirit, po në du ta përmbledh me 3 fjalë. Fatmiri ka qenë luftëtar i mirë, vazhdon të jetë prind i mirë dhe besoj se do të jetë edhe lojtar i mirë, kështu që vetëm të shihem vazhdim. Po, ju që familje keni Fatmir? Familja juaj përbëhet nga? Nga prindet, babaj, nëna, Po, 4 fëmijë të mi, po, 3 vëllezër dhe 4 motra. qofshi me jetë. Faleminderit. Po, nuk e zut në gojë bashkëshorten. Po, kuptohet bashkëshortja, kuptohet. Kuptohet normal. Po, duke aluduar që unë i martuar, si më prezentuar të përpara, si jam i martuar atëherë unë. Në qoftë se ju do ta fitoni këtë shumë prej 50.000 euro, ku do ta përdorni Fatmir? Varësisht për nevoja familjare dhe personale. Nevoja janë të shumta. Sakt. Edhe unë uroj që le t'i shërbej. Uroj që të arrish te kjo premio dhe t'i shërbej jetës, shëndetit tënd dhe të familjes tuaj. Faleminderit. Vazhdojmë mëtej? Vazhdojmë. Atëherë me pyetjen e 6, në të cilën shkoni në 350 euro. Pyetja është: Gestapo është titull djajsh, aradhë fashiste, shërbimi i fshehtë nazist apo pije freskuese? Duke ditur edhe Pyetja ishte kjo pije freskuese. Etimologjinë e emrit se kjo është shërbimi i fshehtë nazist, domethënë ka kuptimin geheim shtat policaj, domethënë policia shtetërore naziste Hitlerit ka qenë der, përgjigjja e fundit është në B aradh fashi, shërbimi i fshehtë nazist, në C. Në C. Përgjigjja ju përfundimtare është: Shërbimi i fshehtë nazist. e keni kulturë dhe njohurinë ju të tjerët që jeni të rinj? E dini çka që Gestapoa? Shumë bukur, përgjigjja ishte e saktë. Ju kaluat me 350 euro. Vazhdojmë me pyetjen e 7. Në cilën shkoni në 500 euro, Fatmir. Pyetja është: nëse somnambulizmi është ecja në gjumë, atëre somnilokuenca duhet të jetë qeshja në gjumë, të folurit në gjumë, vallëzimi në gjumë, gërhitja në gjumë. Varianti A është qeshja në gjumë, B të folurit në gjumë, Në C këtë vallëzimi rast në do ta gjumë, kisha shfrytzuar gjykirën e publikut. A do ndihmën e publikut. Në këto momente ndihma e publikut. Publiku, jemi gati? Bëjmë gati pultet, telekomandën. Pyetja është: nëse somnambulizmi është ecja në gjumë, atëre somnilokuenca duhet të jetë A. Qeshja në gjumë, B. Të folurit në gjumë, C. Vallëzimi në gjumë, D. Gërhitja në gjumë. Jemi gati? Votimi filloi tani. Të shikojmë rezultatet. A-ja ka 9%, të folurit në gjumë 83%, vallëzimi në gjumë 8%, gërhitja në gjumë 0%. Sipas përqindjeve në farë mënyre, Do t'i besoj publikut dhe të përqindje përfundimtar është të folit në gjumë. Në përndina përfundimtar është në B, të folit në të gjumë. folurit në gjumë, përgjigjja përfundimtare, unë ta thash që nuk e vetëm një publik që të duardorket, por që edhe të ndihmon. Është sakt. Nga greqishtja som është gjumë, ndërsa lokuencë është të folurit. Pse kjo të folurit në gjumë është somni lokuenca? Tani e mora vesh se nga se vuan gruaja ime. Gjithë natën e gjumë thot, leka gron lek, leka gron lek, lek. Tani ja gjeta. I them fije somnilokuente. Fatmir, ju porsa keni fituar 500 euro. Janë bërtuajat, jemi në pyetjen e 8. Uroj të vazhdojmë gjatë. Keni përdorur një ndihmën e publikut. Tregoj kujdesshëm dhe mos ndihmoni në përgjigje. Vazhdojmë me pyetjen e 8. Gajdja
është instrument tradicional i malsorëve, skocez, zviceran, bask, polak. Gadja është instrument muzikor me frim që e përdorën edhe një shqiptarët, mirë po këtë rast skocezë kanë edhe si maskot kombëtarët, edhe gajdin edhe ato fundin e mengjyra. Mos të lodh më të përgjigja juaj përfundimtare? Në skocez. Po? Përgjigja juaj përfundimtare? Përgjigja e fundit në skocez. E sakt. E sakt. Jemi në kuadrin e 650 euro. Vazhdoj me pyetjen e 9 dhe në qoftë se e gjeni shkoni në 850 euro. Pyetja është: kush ishte kundërshtari i fundit i Luan Krasniqit? Aleksandr Dimitrenko, Brian Minto, David Bostis apo Timo Hoffman? E njihni bokserin ton famshëm? E kam Gjeneras, një klasë jem kam me ta. Urdhro? Gjeneras, e vendas e kam, unikut. Bukur shumë. Mirë ka qenë me mësim e Luani? Shumë mirë. Ha? Se mund të jetë sportist shumë i mirë, po ka ma mirë qenë... me sport ka qenë, po edhe me mësim ka qenë mirë, po edhe me sport edhe më Po, mirë. veç asaj që keni qenë shok klase, e patjetër që e ke ndjekur sportin e tij. Po, atëre? Unë i kom përcjell gjitha këto meshe, po më duket se i fundi ka qenë Dimitrenko. Timo Hoffman ka qenë përpara Dimitrenkos. Për të hekur me dyshjen do ta përdor jokerin 50-50. Atëre ju lutem regjia, dy variantet që janë më të padobishme, mi largoni. Atëre variantën ngelen A-ja dhe C-ja. Aleksandr Dimitrenko. Pra, përgjigja juaj e fundit Dimitrenko. Përgjigja juaj përfundimtare? Dimitrenko. E sakt. E sakt. Fatmir, me pyetjen e 10 ju kaloni në 1750 euro, pra automatikisht dyfishohet shuma. Prandaj bëj kujdesin, ke lënë pa përdorur vetëm telefonoj një mikut. Uroj që ta përdorësh sa më larg. Gjithsesi, do të kesh kujdes në përgjigje, mos u nxito. Atëherë vazhdoj me pyetjen e 10. Ajo është: cilën kompani e kanë bashkë themeluar Sergey Brin dhe Larry Page? Yahoo, Google, Nokia, Intel. Pas kemi shumë dilema këtu në këto momente, me sa shikoj. Yahoo e Google jam ma shumë dilema, po Nokia është kompani finlandeze, këta nuk asociojnë. Intel është kooperatë e Microsoftit, atëherë edhe kjo bjen për kombinimi. Në një mik, mbase e kom djalin e aq. Domethënë ka një gjë dashur Fatmir, domethënë që në dorë ke që nëse e shikon se nuk mundesh, fjalë edhe mund të tërhiqesh, por them të kërkojmë një ndihmën e një miku mbase na e pasuron dhe dalim. Kam telefonin e Luan Hot. Luan Hot. Teknologjisë informative. Atëre kërkojmë Luan Hotin, regjia na mundsoni lidhjen. Alo, përshëndetje Luan. Përshëndetje. Agron Llakaj, ju flas nga studioa e famshme e show-quizit më të famshëm botë, kush do bëhet milioner. Ju përshëndes. Përshëndetje zëri Llakaj. Si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Familja, punët të përgjithësi? Mirë, ecën. Gëzohem, besoj se ka filluar një vit i mirë dhe i mbar.
Mirë, faleminderit. I dashur Luan, në këto momente përballë meje ndodhet Fatmir Hoti si lojtar në këtë show quiz. Po, Dhe ai ka nevojë për ndihmën tuaj. Jemi në pyetjen e 10. Shumë mirë, po, Tani dhe do të mundohem të ndihmoj. po. Atëre Fatmir, Luki, Unë patë. cilin kompania kanë bashkëthemeluar Sergey Brin dhe Larry Page? A. Yahoo, B. Google, apo C. Nokia, apo D. Intel? Dhe një rama, tuta. Sergey Brin dhe Larry Page, cilin kompania kanë bashkëthemeluar? Yahoo në A, Okej. B. Google, apo C. Nokia, apo D. Intel? Për Yahoo një ma shumë. Yahoo, anim, do të besoj, pavarësisht. Shumë shumë i sigurt, po për Yahoo një. Desh ka desh, faleminderit shumë. Atëherë, a ishte i sigurt për veten e vet? Po, edhe përdesa e tha që nuk kam mujt me... po, Deri në këto momente asë nuk po kujtohen këta dy emra, me keqardhje mund të them që mos të besojmë. të tërhiqesh, sepse risku është ky. Në momentin që ju pranoni të tërhiqeni, keni 850 euro që janë tuajt, se në qoftë se nuk tërhiqeni dhe përgjigja juaj është e gabuar, ju ktheheni në pozicionin fillestar të 250 eurove. Natyra jeme të tërhiqem dhe i sot nuk kanë ndodhur, atëherë nëse është më arsyeshme për mua dhe për këtë emision, po hera parë është dikon si tërhiqem unë. Dhe i tani s'jem të reke kurrera. Këtu, në këtë rast, nuk u bëhet fjalë se ashtu si kurse e tha ty që është tërheqje nga i betej. Mendoj se tërheqja në filozofinë e shqiptarëve duhet zërë sa më shumë vend. Ne bëjmë debate dhe kot, ne bëjmë shere dhe kot, dhe duhet gjejmë patjetër brenda vetes moralin që të tërhiqemi, se në fundit bëjmë keq, nuk bëjmë mirë. Kurse në këtë rast kemi një gjë. Duhet të kemi në xhep 850 euro, po të tërhiqemi. Po mos tërhiqemi 250 euro. Nuk besoj se është trimëri, domethënë Fitore Pirros. Kurse, po ta kishe godit, pra përgjigja juaj përfundimtare në këtë mes jeni të tërhiqeni. Pra, ky është vendimi juaj. Pra, në këto momente Fatmir Hoti tërhiqet nga loja duke bërë fituese 850 euro. Po në qoftë se do ishte varianti që do vazhdonit lojën dhe ju nuk do ishit tërhequr. Kush do të ishte përgjigja juaj, varianti juaj përfundimtar? Unë do të kisha marrë përgjigjen përfundimtare Intelin, D Intel. Intel. Nuk, po, pavarësisht se tha Leoni, Yahoo, po ma shumë me asocion Inteli. Do kishë zgjedhur Intelin. Nejse, për momentin unë të ftoj ty edhe publikun të kalojmë për disa momente publicitare dhe rishifem historisht të shikojmë se ka varianti kemi vend. Dhe bët shumë mirë që u tërhoqët i dashur Fatmir, sepse përgjigja varianti Intel ishte i gabuar. Më vjen mirë që ju keni 850 euro në xhep. Varianti saktë do të ishte Google, i cili është lançuar për herë të parë në 4 shtator të vitit 1998. Fatmir, janë 2 tërheqje. Ti u tërhoqe me 850 euro. Në këto momente duhet të rriqet edhe kuici, sepse koha e lojës reale, koha e fizike e lojës mbaroi, kështu që jam shumë i sigurt duke ftuar edhe telespektatorët kudo që na ndjekin, të dashur miq. Ishte show kuici i radhës. Ju ftoj që vazhdimisht të vazhdoni të aplikoni në show kuicin më të famshëm në botë, kush do bëhet? Miru takoshim të hënën tjetër, deri atëre miru pafshim. Ju ftoj të gjithë. Mirupafshim, natën e mirë, mirupafshim.
Two Way Traffic, a Sony Pictures Entertainment company.